Kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor, të cilat parashikojnë masa më të ashpra për drejtues të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit, gjoba më të mëdha, heqje patente më njëhershme dhe nuk ke mundësi apelimi e të tjerë. Makinat që kanë marrë një numër gjobash të shumta i hiqet patenta shoferit deri në një vit, edhe nëse ka paguar gjobat. Ndryshime të miratuara nga Kuvendi me 18 qershor dhe të botuar në fletoren zyrtare me 22 korrik synojnë rritjen e sigurisë në rrugë përmes ndëshkimeve më të forta për shelësit. Një nga rrezikët më të rëndësishme lidhet me drejtimin e automjetit në efektin e alkoolit. Sipas rregullat të reja, një drejtues që kapet për herë të dytë duke drejtuar mjetin me mbi 0.5 gram alkool për litër gjak, pasi është ndëshkuar me parë për një shkelje, do të humbas përgjithmonë patenten pa të drejtë për ta rimarrë. Ndryshimet e rëndësishme prekin dhe shoferët e rinj. Personat mallor që kapen duke drejtuar automjet pa patentë nuk do lejohen të regjistrohen në autoshkollë për një vit. Për të miturit, masa është më ashpër, pasi të duhet të presin 2 vite pas mbushjes së moshës 18 vjeçare për të nisur procedurat për pajisin me lehtë drejtimi. Për 2 vitet e para pas marrjes së patentes, shoferët e rinj do të nënshtrohen kufizime të veçanta. Ata nuk do të lejohen të konsumojnë asnjë sasi alkooli para drejtimit të mjetit, ndërsa shpejtësia maksimale do të jetë 90 km/h në autostradë dhe 80 km/h në rrugët jashtë zonës banuara. Shkelja e këtyre rregullave ndeshkohet me gjobë nga 5.000 deri në 15.000 lekë, pezullim të patentes për një muaj dhe heqje pikësh. Kodi i ri parashikon dhe rritjet e gjobave për shpejtësinë në zonat e banuara dhe për manovrat agresive nga 20.000 deri në 60.000 lekë. Po ashtu nëse një drejtues kapet 2 herë brenda një viti duke përdorur celularin e timon, patenti pezullohet për 3 muaj. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm është pezullimi i patentes, nuk mund zëvendësohet me pagesën 2 fish të gjobës. Për lehtë drejtimi të lëshuar nga autoritetet shqiptare, pezullimi do të zbatohet automatikisht pa asnjë mundësi shmangje.